të ndihmuar Shqipërinë që të vazhdojë në rrugën e saj të demokracisë, forcimit të institucioneve, shtetit të drejtës dhe forcimit ekonomik. Dhe unë besoj që këta janë në një vazhd, pavarësisht se nga pikpamja e anësisë politike janë të ndryshëm, pra generali vjen nga ushtria, propozohet nga republikanët amerikanë, direkt nga presidenti biles, dhe Kostiančić vjen nga kur ishte në presidencë ishte Joe Biden, pra demokratët, por ato përsëri janë të konsultuar dhe të njohur me dokumenta të institucioneve shumë të rëndësishme amerikane që nuk kanë lidhje me asnjë parti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zotëria Lire, çfarë rëndësie ka kjo seancë që po transmetohet edhe në këto momente në Senat? Është fakti kryer tashmë nëse nominohet nga Donald Trump apo ka gjasaj që Senati ta kthejë mbrapsht? Për të kuptuar rëndësinë e kësaj seance në Komisionin e Jashtëm. Duhet të rikthem edhe një herë, është një kamban alarmi për ato që kanë dosjet atje ku i kanë, dhe për tjerët që mund t'i kenë pak më vonë, sepse nuk ka asnjë lloj, ose unë besoj që nuk ka asnjë lloj rreziku që mos të nominohet, sepse po flasim për një nivel shumë të lartë të ushtrisë amerikane, ku respekti i dy anshëm, pra i dy partive, është reciprok, pra nuk e kthej një general, dhe e dyta është që në Senat janë republikanët të cilët dominojnë Senatin. Pra edhe në qoftë se demokratët do votojnë kundra, për që se besoj në asnjë mënyrë, janë përsëri republikanët të cilët dominojnë, janë 52-48 me sa kujtoj une, pra përsëri do nominohet. Por, siç e thash, statura e këtij personazhi është e tillë që askush nuk ka dyshime lidhur me atë. Qartë, do të vi me dorë të hegurt, the pak më parë, po gjatë tyre kohëve që s'kemi pasur një titullar, një ambasador, po kemi pasur ngarkuar me punë. Çfarë ka ndodhur në Shqipëri? Shiko, amerikanët kanë qenë gjithmonë prezent, dërguara me punë në ambasadën amerikane kur është dashur të përcjell gjëra, i ka përcjell në institucionet shqiptare ashtu siç duhet, dhe nuk gjithmonë ka pas atë mungesën e staturës, desha të them, të një ambasadori, sepse nuk është ambasadore, por gjithsesi... Mesazhi ka shkuar? Patjetër që po. Apo jo? Patjetër që po. Dhe për atë ne jemi, mas viteve 90, jemi me fat që kemi vazhdimisht dorën e tyre që na... Po, do shta për të kthyer pak në kohë, ju, cilin ambasador kujtoni shumë prezent edhe pse jo me mesazhe drejt për drejta nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Unë kam pas fatin e mirë që të takoj jo në Tiranë, por në Washington, Richard Ryerson, ambasadorin e parë amerikan, që ka qenë në Tiranë, ose mas rihapjes, se duhet ta themi, mas 91-shit, kam pas takim me Donald Lu, të cilët kanë qenë që të dy, në mendimin tim, shumë profesionist, shumë të angazhuar që Shqipëria të vazhdoj në rrugën që duhet të vazhdoj. Kam pasur njohje me të shqisë për më vjen në emri i saj, po ka qenë në një periudhë 2003-2005 në Tiranë, dhe ka qenë një zonjë e cila kam takuar personalisht po një herë vetëm, dhe pastaj edhe me një tjetër ambasador amerikan. Po për të kuptuar se ju e thatë, linja e Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Shqipërinë është e njëjtë edhe e konsoliduar. Çfarë diferencë bën karakteri? Pse jo edhe formimi, si në rastin e një ushtaraku karriere? Të doja të kuptoja. Jo, të mos keq kuptohemi. Nuk ka linja personale në diplomacinë amerikane, ka linja thjesht të dirigjuara nga Washingtoni, nga State Department apo institucionet e tjera të sigurisë, për sa i përket Shqipërisë. Linja personale nuk lejohen, pra kush mendon që një X ambasador ka pas linjën e tij personale... Ambasadorët edhe janë sulmuar në këtë vend nga politika. Po më mirë se unë e kujtoj që ka qenë njëri që e kanë ofenduar edhe nga pikpamja, e kanë diskriminuar nga pikpamja racore,
Pra, se duhet i themi këto që ndodhen, këto janë turpe që bëhen në Shqipëri, por asnjë ambasador nuk ka asnjë moment nuk ka linjë personale në Shqipëri. Jo vetëm Shqipëri, për në gjithë botën, por ne po flasim për Shqipërinë, se Shqipëria ne intereson. Pa dyshim që po. Mirë, ne do të mbetemi patjetër për aq kohë sa vijon seanca, ndoshta mund të kemi një rikthim të pyetje-përgjigjeve për zotin Wend, ndërkohë që në zhvillimet ndërkombëtare gjithashtu të rreq vëmendjen vizita e Vladimir Putin apo jo në Kinë. Shumë ishin ata që mendonin se do të flitej për Iranin, do të flitej për Ukrainën, po me aq sa lexojmë media ndërkombëtare ka qenë një vizitë strikte duke u përmbajtur agjendës. Nëse në rastin e Donald Trump krejt pa pritur u fol edhe për Tajvanin, madje u vendosën ca piketa, këtu nuk u kalua, le themi, përtej agjendës. Kjo është ajo çfarë dim ne. Kjo është ajo që dim ne, që është pasuruar media. Po, ajo çfarë dim ne. Sipas informacioneve që un kam, ato kanë vazhduar të thellojnë atë bashkëpunimin e tyre kundra amerikanëve. Pse po e sqaroj, e kemi diskutuar së bashku këtu edhe herë tjera. Në bisedat e tyre është folur që tashmë jo vetëm tregtia mes Kinës dhe Rusisë të bëhet me monedhën kineze yuan, vjet ka pas një tregti $200 miliard, por që kjo tregti është kryer me monedhën kineze yuan, por edhe vendet e tjera pra të influencohen për të mos kryer tregtin më me dollarin amerikan, por me yuanin kinez. Irani tashmë mbas fillimit të luftës ka filluar dhe pranon vetëm yuan kinez. Pra, dhe kjo është direkt kundra Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, shohim që edhe në aspektin financiar ekonomik ka filluar një përplasje, nuk mund të them përplasje ushtarake. Nuk e ndjem këtë në vizitë. Po jap vetëm një detaj që është detaj protokollar në fakt, por sot Xi Jinping dhe Putin kanë mbajtur konferencë për shtyp, gjë e cila nuk ka ndodhur me presidentin Trump. E para, e dyta sot e ka quajtur Xi Jinping e ka quajtur presidentin Putin një mik të vërtet, e cila nuk është përmendur në asnjë moment gjatë dy takimeve që ka pas me presidentin Trump, dhe se duken shumë gjëra si të vogla, por janë shumë domethënëse në raportin protokollar dhe jo vetëm protokollar mes palëve, dhe ato po shohin që të vazhdojnë, pra është folur në fakt edhe për Iranin, për mbështetjen që duhet i japin Iranit. Këta janë raportet që kanë dalë. Ka qenë në një mendje për ta mbështetur. Po. Tani fuqizimi i Iranit në këtë periudhë dihet se si përkthehet apo jo? Unë uroj që, siç e tha sot edhe presidenti edhe zëvendës presidenti amerikan,